Mushkërit janë jetike për të funksionuar trupi. Ato janë organi kryesor që furnizojnë trupin me oksigjen, por sa kujdesemi ne për mushkërit, e sa shumë i keq trajtojnë ato duhan pirsit. Për këto e të tjera do të flasim me një doktor të dëshmuar në fushën e pulmologjisë, e fal Zotit që kemi mjek të tillë në Kosovë. Faleminderit që jemi neve doktor Flamur Marku. Për ftesën është gjithmonë kënaqësi intervista me ty dhe mundësia që me bisedu sa më shumë që njerëzit informohen për rrezikun e sëmundjeve të ndryshme. Është shumë i rëndësishëm ky edukimi medial dhe ju gjithmonë jeni i gatshëm për të qenë aty dhe për të biseduar për masën. Doktor, flasim për mushkërit. Le të themi një lloj motori i organizmit, sepse ku nuk mund të ngihemi frym, ashtu siç thot populli, sigurisht se edhe nuk mund të mendojmë, të flasim, nuk na bie në mend kur gjë tjetër. Sa e rëndësishme apo sa të rëndësishme i konsiderojmë mushkërit ne si shoqëri? Faktikisht, organi më vital, organi më i rëndësishëm që mban jetën e njeriut janë mushkërit, sepse është, domethënë, funksioni i tyre i pa ndërprerje dhe i non-stop, çdo minutë pas minuti që kryejmë frymshkëmbimin mundsohet mbajtja në jetë, sepse dihet vetëm disa minuta pa funksionuar frymëmarrja, kemi dëme të parikthishme dhe humbje të jetës. Mushkërit është ajo pjesa kur ne marrim ajrin, e përpunojnë mushkërit dhe marrin oksigjenin, do të thotë ajrin e pasur me oksigjen dhe largohet dioksidin e karbonit nga gjaku. Dhe në bazë këtij funksionimi mundsohet do të thotë jeta, vazhdimi, cikli jetësor, zhvillimi normal i jetës së njeriu. Sepse në një ranie, në një gjak të pa oksigjenuar, fillojnë problemet ndryshme respiratore, do të thotë prej atyre më thjeshta deri te më të komplikuara. Kurse sa kujdesemi ne për shëndetin e mushkërive, faktikisht më thonë se që nga periudha e Covidit njerëzit janë vëdësuar shumë për problemet, për kujdesin ndaj shëndetit pulmonar ose shëndetit respirator në përgjithësi, sepse më herët ka pas informata shumë më pak për rëndësinë jetike të këtij organi dhe është trajtuar edhe nga mjek jo specialistë të fushës, kurse tani kohëve të fundit, duke përjashtu ato shprehit e këqija se ne i dëmtojmë mushkërit dhe nuk i ruajmë sa duhet, përgjithsisht është rrit kujdesi për mushkërit dhe për sistemin respirator në përgjithësi. Dhe kjo është mirë sepse të them të drejtën, unë në Kosovë e kam përshtypjen që një masë e madhe njerëzve abuzon në mushkërit, abuzon në kuptimin e asaj se kemi shumë duhan pirës, doktor. Çfarë gjunohi bën një duhan pirës ndaj mushkërive të tij? Ja ka falë Zoti mushkërit e bardha e i bën zeza. Është shumë e vërtetë kjo që po thon Paulina. Sepse ne që nga mëngjesi, në momentin kur nuk kemi kujdes për shëndetin tonë dhe shumë njerëz sa zgjohen nga xhumi, puna e parë që bëjnë është të ndezin një cigare, pinë duhan dhe i dëmtojnë mushkërit. Dihet se vetëm praninë e duhanit janë mbi 7000 faktor komponent kimik që aktivizohen gjatë djegjes së një cigare duhanit, ku prej tyre ka shumë faktorë të rrezikshëm për shfaqjen e sëmundjeve të mushkërive, kryesisht mushkërive, duke përfshirë probleme më të lehta, bronhitin kronik, pengesat në frymëmarrje, uljen e oksigjenit, po edhe në shfaqjen e kancerit të mushkërive. Por përveç mushkërive, duhanpirja shkakton në mënyrë tërthore probleme edhe në qarkullimin e gjakut, që është katroni dhe monoksidi i karbonit, sepse ajo shkakton një vazokonstriksion apo mbyllje të anëve të gjakut, që shkakton një problem me tensionin pastaj. Mirë, po problemi kryesor që shkaktohet është do thotë edema, pezmatimi i rrugëve të frymëmarrjes përkatësisht i asaj shtresës së butë të rrugëve të frymëmarrjes, mukozës që ndodhet brenda dhe ekspozimi për një kohë gjatë ose abuzimi me duhan shumë nxit një kaskadë ndryshimesh ku shfaqen problemet prej më të lehtave që është lodhja e shpejtë, pamundësia për aktivitet fizike, më pastaj pamundësia për ngopjen frymë gjatë një sforcimi të vogël ose edhe gjatë një qetësisë, ka raste kur shfaqen problemet, sepse ndodh një ngushtim i rrugëve të frymëmarrjes, rrjedhimisht ulet sasia e ajrit që kalon mushni, e pastaj për shkak mos funksionimit edhe të alveoleve, ulet sasia e oksigjenit që ne dërgojmë gjak. E për këtë arsye shpeshherë pacientët duhet me marrë terapi, e besa në raste të rënda dhe oksigjenoterapi. Kështu që me të vërtetë është një dëm i madh që njerëzit me vetdije ose pa vetdije ja shkaktojnë vetes duke konsumuar duhan. Doktor, a keni prej atyre pacientëve që është me oksigjenoterapi dhe thot ama sjell një cigare? Realisht po. Ka si pacientë që marrin oksigjenoterapi dhe sa bëhen më mirë për shkak të terapisë, ne i hasim jashtë klinikës, jashtë ordinancave tona, duhet pini një cigare. Edhe kjo është problema i madh, kur na ju shpjegojmë shumë rrezikun që shkaktohet si pasojë duhanpirës, ata prapë vazhdojnë me shprehitën njëjta, nganjëherë është e pakuptueshme, por ndoshta edhe shprehia edhe
varësmëria që shkakton dohani pas konsumimit për një kohë të gjatë, duhet jemi edhe të kuptueshëm, për shkak se ata duhet mas pari të mundohen të edukojmë, jo të shkojmë me një agresivitet, sepse atë do të kemi edhe në refuzim nga ona aty, nëse ata mund të thojnë, shpesh na thojnë është jeta ime, vendosi si du vet, mirë po ne duhet të fillojmë me ato me rekomandimin që tulet sasia dohanpirjes. Së pari, tulet shprehia me konsumu më pak dohan. E nëse është e mundën, të eliminohet fare, do të ishte më e mira mundën për shëndetin e tij. Doktor, nëse marr shembull kolegu im konsumon duhan, dhe unë nuk jam konsumuese e duhanit. E çfarë faji kam unë në këtë mes, por po du me folë për duhanpirjen pasive, sepse ne pothuajse të gjithë jemi duhanpirës pasiv, sepse po flasim për njerëz të cilët në për ambiente të mbyllura konsumojnë sasi të madhe të duhanit, në për çdo lokal ne kur hym gjatë periudhës së dimrit, sidomos është e pamundur të mos mbushemi komplet erë duhani. Pra ne të gjithë e konsumojmë në një masë duhanin. Qysh ndikon kjo te ne që jemi duhanpirës pasiv? Realisht, duhanpirja pasive konsiderohet si një duhanpirje. Edhe pse, do të thotë, damet që shkaktohen janë më të vogla se sa të duhanpirje aktive, por kjo varet shumë nga kozgjatja dhe intensiteti i ekspozimit në duhanpirje. Sidomos, apeli më i madh është për shkak të vazokonstriksionit që dhe më shkaktu të gradë shtatzana ose të pacientat me smundje kronike, do të thotë përkeçimi, precipitimi i smundjes është shumë më i shpeshtë dhe është shumë më i madh në rastet kur qëndrojnë në ambiente ku pihet duhani. Do të thotë, njëjtat probleme do shkaktohen, vetëm se është në pyetje intensiteti dhe kozgjatja. Ka plot pacienta që duhet trajtohen për smundje kronike, qoftë për bronhit kronik apo për smundje obstruktive pulmonare kronike që shkaktohen nga duhanpirja pa pi asnjëherë duhan. Por në anamnezën e tyre, në pjecësorin që na i bëjmë, i pyesim se stilin e jetës, sepse shfaqja e smundjeve të moshnive pavarësisht komponentes gjenetike, faktor kyç në shfaqjen e tyre dhe në ashpërsinë e simptomave është edhe stili i jetës, ku punon, ku ekspozohet, ajri çfarë e thith, edhe sidomos nëse pin duhan ose nëse rrin në ambiente të mbyllura, do të thotë në sipërfaqe të vogël ku konsumohet sasi e lartë e duhanit, ka me pas probleme të njëjta, nxitet do të thotë smundjet kronike, pengesat në frymëmarrje, çrregullimet e tjera respiratore, e deri të shfaqja smundjeve më të rënda, që është kanceri i mushkujve, njëri prej smundjeve përgjithsisht më të rënda dhe më të pashpresa që është tek shëndeti i njerëzit. Doktor, ju pak më herët të thatë se është e nevojshme që të jeni të butë në kuptimin e asaj se si i thoni pacientit se duhet të heq dorë nga duhanpirja apo le të nisim me atë uljen e sasisë konsumit të duhanit. Por unë, po e them personalisht, përgjithësi ambisupet e mia, e kam një kategori të njerëzve që mendoj se nuk kemi të bëjmë më aty me butësi dhe me mënyrën se si sjellemi. Aty është një jo e madhe e konsumit të duhanit. Çfarë gjunahi bëjnë shtatzënat kur për 9 muaj shtatzëni konsumojnë sasi të madhe të duhanit? Kjo është edhe arsyeja e rritjes enorme të pacientëve me smundje të mushkujve, me smundje të frymëmarrjes. Kjo ndodh edhe për shkak të ajrit, ndodh edhe për shkak të stilit të jetës përgjithsisht. Mirë, po nëse një nanë është duhanpirëse, me të vërtet, po e përdori fjalën që po e thonë ti është gjënahe i madhe, sepse kam i bë dame vetit, po kam i bë dame edhe pasardhësit ose edhe frutet që ajo po e marr në bark për 9 muaj, do të thotë me një vetdije shumë të madhe i shkakton dame të cilat ai fëmijë ka me i vujt pasojat në vitet e para të lindjes, por ka me i vujt pasojat edhe më aty se do të jetë shumë më fragjil, shumë më i ndjeshëm, qoftë ndaj shfaqjeve të problemeve respiratore, qoftë ndaj shfaqjeve të infeksione, sepse në momentin kur kemi ngushtim më të madh të rrugëve frymëmarrjes, edhe pastrimi natyral që ndodh prej ciljeve, që janë qeliza të vogla që e pastrojnë rrugët e frymëmarrjes për shkak të mikroorganizmave ose për shkak të ndotjes që kalon shumë lehtë në rrugët e frymëmarrjes, do të jetë shumë më i ulët ai pastrim, do të jetë shumë më i ulët imuniteti i atij i fëmijë dhe shfaqja e simptomeve do të jetë shumë më e madhe. Kështu që është apel i madh që nanat do të thotë që gratë që kanë me u bë nanë gjatë shtatzanisë të kenë shumë kujdes mos konsumojnë fare duhan, por as mos ekspozohen në ambientet ku pihet duhani. E sidomos un kam raste kur edhe nanat me fëmijë të vogël janë konsumuese prapë të duhanit, do të thotë të dy prind konsumojnë duhan në njëjtin ambient ku po rritet një fëmijë i vogël i porsalindën dhe shfaqja e problemeve është me të vërtet shumë e shpejtë. Edhe në këtë rast atë lind nevoja për përdorimin e medikamenteve duke përfshirë edhe antibiotik sepse shfaqja e infeksioneve është më e shpeshtë. Kur dihet se secili ilaç që përdoret do të ketë edhe një efekt ansor gjatë përdorimit të tij. Doktor,
po flasim për gratë shtatzëna dhe pastaj po du me ndalë pak të zgjidhënia, sepse edhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe të Akademisë Amerikane të Pediatrisë dhe të çdo institucioni kredibil shëndetësor janë që një grua të ushqejë me gjë fëmijën e vet. Por doktor, të them të drejtën, kur shoh një grua shtatzën duke lehon gjithënse, duke ushqyer fëmijën e saj me gjë dhe duke pasur një cigare në dorë, unë mendoj që këtu e humbim komplet kauzën dhe efektin. Çfarë efekti ka duhanpirja gjatë gjithënjes? Me thënë të drejtën, të dyja bashkë nuk shkojnë. Edhe gjithënia dhe duhanpirja në njëjtën kohë, sepse në ne është dëmtimi drejt për drejt, ekspozimi ne atim të cigares që e pinana, i fëmijës që është duke ushqyer me gjë. Do të thotë ajo është i pari është ekspozimi në ata të ndotër, është ekspozimi në monoksid karbonit, është ekspozimi në katran, në gjitha ato substanca kimike të dëmshme që lirohen gjatë ndezjes së një cigare. Pastaj janë edhe efektet do të thotë dytësore, kur për shkak të akumulimit të substancave kimike që liron duhani, sepse ajo ka dhe efektet mvarëse që shkaktojnë, janë ato substancat kimike që njihen, që shkaktojnë varshmëri, që kalojnë barrierën e rrugëve frymërore, pastaj kalojnë anë të gjakut dhe kanë efektin edhe në sistemin tonë nervor, do të thotë kanë efektin në tru. Gjithashtu kanë efekt në gjithë organizmin, sepse përcjellet me anë të vazopresionit, ngushtimit të anëve të gjakut, që dihet se edhe gjithëdhënia ka një rol të madh të qarkullimi i gjakut dhe ngopja me oksigjen, është edhe kualiteti i gjithëdhënies që po japim fëmijës. Kështu se është një rrezik i shtuar për shkak të njëjtë komponente që shkaktojnë dëmtim direkt tek një duhanpirës, është dëmtimi atyre komponente, sigurisht me sasi më të vogël, sepse organizmi e bën filtrimin e tyre në një masë të caktuar, por nuk mundet të eliminojë gjithë ato nokset toksike që shkaktohen gjatë pirjes së duhanit dhe ajo do t'ia përcjell fëmijës së vet. Dhe për një organizëm kaq të vogël, mjaftojnë edhe më pak shumë toksina të cilat përcjellen pasi të jenë filtruar nga trupi i. Absolutisht saktë, sepse gjëna e madhe dhe kjo. Jo, vërtet, jo vetëm se është organizëm i vogël, por dihet se në këtë periudhë zhvillimi i mushkrive është më i madh, do të thotë është në pikun e vet, sepse deri në një moshë të caktuar shkojnë duke rritë gjithë organet e sidomos mushkrit. Ato ne kemi numrin të caktuar të alveoleve, pjesës funksionale të mushkrive prej kur lindim, mirë po rritja aty në rrugët frymërore, diametri i rrugëve frymërore sigurisht që rritet me moshën dhe me zhvillimin tonë fizik. Dhe shfaqja e problemeve është shumë më e theksuar, është shumë më vështirë e menaxhueshme, është shumë më problem të trajtohet tek moshat e vogla sesa tek moshat e rritura. E qartë, sigurisht se këto janë mesazhe të cilat unë besoj se duhet të jenë vath në veshët e çdo gruaje, çdo prindi, sepse në përgjithësi edhe nënat edhe baballarët të cilët konsumojnë duhan, sigurisht se i bëjnë dëm fëmijëve të tyre. Në momentin po flasim kur e pinë në ambiente të mbyllura në pranitë të fëmijëve, e në rastet kur kemi të bëjmë me shtatzëra dhe gjithënse situata pastaj sikur bëhet edhe më e rëndë dhe unë këtu nuk është se tentoj të gjej fjalë të buta dhe me elegancë ta them, e them troq, po bëni gjëna dhe sigurisht po bëni gjëna me fëmijën tuaj. Po shkojmë pak muzikë për rikthehemi me bisedën në studio. U rikthehemi përsëri për të vazhduar bisedën me doktor Flamor Markun, pulmolog. Pulmolog do të thotë mjek i mushkrive dhe jemi duke biseduar për shëndetin e mushkrive. Deri më tani i dham theks të veçantë dëmit që i shkaktohet frytit kur nëna shtatzën konsumon duhan, dëmi që i shkaktohet fëmijës kur nëna gjithënse konsumon duhan dhe sigurisht tani do të kthehemi edhe te le të themi mosha tjera, jo vetëm tek moshat pediatrike, por edhe te të rriturit. Doktor, po flasim për një numër të shtuar të sëmundjeve të mushkrive, edhe post-Covid, por në përgjithësi po flasim edhe për njerëz të cilët e dim shumë mirë, e përmendëm më herët janë konsumues të mëdhenj të duhanit, por jetojmë edhe në një ajër jashtëzakonisht të ndotur. Të gjitha këto komponente bashk apo ndikojnë në paraqitjen e rasteve të sëmundjes të moshat shumë të reja, a keni pacient shumë të ri se në të kaluaren? Realisht janë bërë disa vite që unë merrem ekskluzivisht me problemet e mushkrive. Edhe në fillimet e punës time si pulmolog ose edhe si specializant i pulmologjisë, mosha mesatare e problemeve me sëmundje të mushkrive ka qenë shumë më e lartë. Do thotë kanë qenë pacientët mbi 60, mbi 65 vite që kanë pas shtrëngullime respiratore.
Kurse tani dita ditës, ka pacient kur mosha shumë më e re, kemi të bëjmë me pacient 50-40 vjeçare, por kemi edhe pacient që janë më të rinë në moshë se sa vetë doktori që i trajton ata. Edhe me të vërtet kjo është një shqetësim shumë i madh për shoqërinë tonë. Unë thëmë të drejtën kam qenë pjesë një paneli kur është bën një hulumtim kur çdo i dyti fëmijë konsumon vape ose edhe cigare në moshën 14 vjeçare. Edhe kjo ka qenë një shqetësim shumë i madh për mua. Do thotë ka qenë një alarm për një profesionist shëndetësor se ka po shkojmë. Është trend global, trend botëror, rritja e konsumimit të dohanit. Mirë po në vendin tonë nuk është trend, është shqetësim, është breng shumë e madhe konsumimi i tij dhe intensiteti i konsumimit të tij. Sepse ne po shohim çdo ditë në praktikat tona mjekësore, po shohim tretmanin e pacientëve që çdo ditë kërkohet terapi më tepër se sa vite më parë. Kërkohet, do të thotë, për shkak edhe stilit të jetës, për shkak edhe të ndotjes së ajrit, ne jemi dëshmitarë që në Prishtinë gjatë muajve dimrit është ajri i pajetueshëm sipas matjeve të organizatave kredibile që bëjnë. Shtoria kësaj dhe konsumimin e dohanit, shfaqja e problemeve është e pashmangshme tek pacientët që kanë një prirje gjenetike, tek pacientët që kanë pas një simptom më të lehtë më herët dhe janë konsumues dohanit dhe ekspozohen sidomos në pikun e ngarkesës së trafikut dhe pikun e ndotjes së ajrit, ata do të kenë shfaqje të simptomeve shumë më shpejt. Ne kemi një trafishim të rasteve, rritje shumë të madhe të rasteve gjatë periudhës dimrit, sepse dihet edhe lagështia, mjegulla ndikon në përkeqësimin e smundjes. Mirë po, krykpot, dohani dhe ajri ndotur mbushin ambulantat për kontrolle, mbushin spitalet, rritin nevojën për jo vetëm për terapi bronkodilatatorë që zgjanon rrugët e frymërës dhe rrjedhimisht rrit ajrin që kalon nëpër rrugët e frymërës, por rrit ekstremisht në mënyrë shqetësuese edhe nevojat për oksigjenoterapi, do të thotë marrjen e oksigjenit me anë të aparateve ose me anë të bombulave të oksigjenit, kur ata duhet që të rriten që të mbrin minimumin optimal për jetesë, do të thotë si pasojë e ekspozimit tyre në ambiente me dohan ose drejt për drejt edhe pirjen e dohanit. Janë smundjet kronike, pastaj që si pasojë e ekspozimit edhe dëmtimit përsëritën, kalohet në kronik dhe ndodh një kaskadë tjetër ndryshimesh, dhe ato ndryshime janë të parikthishme fatkeqësisht. Janë të parikthishme dhe progresive, që do të thotë progresive e vazhdueshme, do të shkon të zhvillohet dhe pastaj qëllimi jonë që mund të bëjmë është të stopojmë smundjen, të ngadalsojmë zhvillimin e saj dhe të letojmë smundjen. Nuk bëhet fjalë më për shërimin e saj, sepse është e pamundur të nuk ka terapi irreversibile është kjo. Është irreversibile, është progresive, është lehtë, do të thotë rikthehet, mbahet në kontroll me terapi, me kujdes shtum, duke i ngu këshillat që të mos ekspozohemi në dohan, të mos pim dohan, të rrim në ambiente ku ajri është i pastër dhe ka sasi të bazme të oksigjenit. Jo gjithmonë ekspozimin mbi e larta është rekomandim të pacientët me smundje të moshkrive, sepse ka ekzistuar ai mendimi se duhet shkojmë mbi dhe rregullohet gjithçka. Jo, sepse prania e oksigjenit është shumë më e ulët, do të thotë sa më lart, rrallimi i oksigjenit është më shumë. Sa më ulët je nivelin, do të thotë me nivelin e detit, do të kemi praninë e oksigjenit më tepër dhe ata pacienta ndihen më mirë. Do të thotë duhet të ketë parasysh. Më mirë në detën e mal. Rrjedhimisht, po, për pacientët me smundje kronike, janë smundje të tjera të moshkrive si tuberkulozës, rregullime të tjera që kërkojnë ambiente ku ka më pak praninë e oksigjenit, mirë po gjithsesi pacientët me smundje kronike është më mirë në detën e mal. E bukur kjo, informacion i rëndësishëm dhe sigurisht shumë njerëz kanë atë keq kuptimin se gjithsesi duhet të shkojmë diku në mal për të shëruar apo trajtuar mushkrit, por që janë shumë sëmundje të cilat janë thjesht të menaxhueshme por jo të trajtueshme, që ta kemi të qartë se çfarë dëme mund të shkaktojmë në mënyrë që të mos besojmë gjithmonë në atë se shkenca dhe mjekësia bën mrekulli ndoshta në menaxhimin, por jo domosdoshmërisht në rikthimin e gjendjes paraprake ashtu siç kanë qenë mushkrit më herët. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes. Ka pas zbulime shumë të mëdha dhe realisht është një zbulim i shumë i rëndësishëm dhe informatë shumë e rëndësishme për pacientët, sepse ti po nisesh në një rrugë ku i dihet fundi. Fix. Dhe kjo është roli i shkencës që ty të informoj me kohë, që ty të trajtoj sa duhet, por dhe të tregoj sepse kjo rrugë nuk duhet njek. Duhet bëhet një ndryshim në stilin tënd të jetës, duhet bëhet një ndryshim radikal në marrjen e terapisë me rregull dhe në ikjen e shmangjen e faktorëve që kanë me shkaktu probleme të parikthishme, po je informuar, je saktë informuar se është e parikthishme dhe e vazhdueshme, po që se nuk ndryshon stilin e jetës. Është njëjtë sikur një makinë që niset për një rrugë, do shkojmë me 100 km/h apo do shkojmë me 20 km/h apo me 1 km/h, varet prej teje se kur do me arrit sakun. Në këtë rast është sakun për keq, sepse sa më shumë ekspozim, sa më shumë rrezik,
nevoja për terapi, nevoja për hospitalizim, mungesat në aktivitetin jetësor normal, mungesat në punë, mungesat në zhvillim kanë me konë shumë të mëdha për individin që rrjedhimisht sjell edhe dëme për shoqërinë. Doktor, ka shumë keq kuptime. Prandaj e thash, sepse njerëzit shumë shpesh thonë edhe po smuva janë doktorët, kështu që ta bëj qefin tim, do të konsumoj atë sa mundem duham, prandaj po e them që edhe mjekët e bëjnë punën e tyre, por nuk mund të bëjnë mrekulli që t'i rikthejmë mushkrit aty ku ishin para se të sëmureshin, dhe që ne sigurisht po ndikojmë dita ditës. Po du me u kthy te një keq kuptim tjetër që unë mendoj se po qarkullon në masë të madhe. Thuhet se vape, këto cigaret elektronike, janë shumë më pak të dëmshme se cigaret tradicionale. A qëndron kjo? Realisht jo. Kanë sasi më të vogël të katrane të substanca tjera që janë më të kontrollueshme. Mirë po rrezik nuk kanë më pak të shfaqin simptoma përkundër faktit se prej duhanit klasik janë shfaq simptome të smundjet kronike të mushkrive, të rregullimit respiratore. Por për shkak të aromatizuesve që kanë brenda, ka shumë studime që e lidhin përdorimin e tyre, sepse edhe intensiteti i përdorimit të tyre është shumë më lehtë, shumë më i madh, sepse ki gjithkohës që nuk harxhohet dhe e ki disa mija tyma që i ngrehin ata që përdorues. Dhe ekziston shfaqja e pneumonive, ose ta them gjuhën popullore, tamam si thuhet ndezje skallës së mushkrive, do të thotë një pneumoni e rëndë intersticiale brenda indit pulmonar, shkakton një infeksion të rëndë që është e faktuar në disa raste që vjen si pasojë e përdorimit vape për shkak të aromatizuesve që kanë. Do të thotë përveç smundjeve kronike që ka me i shfaq kronikisht ose pas përdorimit të afatgjatyre, ekziston edhe një rrezik i shfaqjes së infeksioneve të mushkrive, jo vetëm të rrugëve frymore, po edhe të indit pulmonar, të indit mushknor në periudhë shumë të shkurtë. E për këtë arsye ka shumë vende që kanë ndaluar përdorimin e tij, ka shumë vende ku rigorizisht ndalohet përdorimi tek moshat minorene, e që tek ne fatkeqësisht secili fëmijë ka qasje dhe mund ta blej në kioskën e parë para shkollës. Kjo është e tmerrshme dhe jo më larg se dje e kam diskutuar se si në çdo mëngjes shoh fëmijë 14, 15, 16 vjeçar që e nisin ditën në mëngjeset e hershme duke shkuar në shkollë me një cigare në dorë. Jashtëzakonisht e papranueshme dhe sigurisht ka me ndiku shumë këtë popull. Doktor, më intereson pak edhe një aspekt nga jeta juaj e përditshme profesionale. Ndoshta ndonjë kontakt me pacient që ju ka lënë shumë përshtypje, ndoshta diçka që e ndikon dikë tjetër që po na dëgjon dhe po na sheh, edhe mundet me reflektu, sepse të takosh çdo ditë njerëz të cilët kanë sëmundje, dëshira e vetme e tyre është që të shërohen. Pra i sëmuari ka vetëm një dëshirë, ne i kemi 100 të tilla. Kujton diçka të veçantë që mundesh mendo me ne? Realisht po, ka raste, ka mosh, zakonisht më të nishme në moshat e mesme kur kanë zhvilluar problemet edhe më herët ka qenë një kulturë të tretmanit pak më agresiv, dozat më të mëdha të ilaçeve që kanë shkaktuar edhe dëme që ka. Kurse tash me përdorimin, do të thotë zbulimi i shkencës evolon vit pas viti ose çdo ditë më mirë ashtu. Tash tretmani i tyre është, flasim për doza me mikrogram, doza shumë të vogla për tretmanin e tyre. Dhe besëm, unë e kam edhe si moto timen, por nuk e kam shpik vetë. Do të thotë ka një pacient kur më ka thonë nuk ka kënaqësi më të madhe se kur ngihesh frym. Do të thotë kur pacienti ka vendosur, ka filluar me marr terapinë dhe për rigorizëm e ka lënë dohanin. Ma ka pru cigare në fundit që e ka pas, e ka ma lanë ordinancën teme që e maj, kur më ka thonë, unë jam të jetu, prap edhe nuk e pi ma dohane.